Përshëndetje të gjithëve. Starton sot spektakli Folk Fest Jug, i cili jep mundësinë të gjithë këngëtarëve të marrin pjesë dhe të prezantojnë këngën dhe videoklipin e tyre. Këngët do të vlerësohen nga një juri, e cila do të ndajë 4 çmime. Ky spektakël nis sot me prezantimin e 10 këngëve të para dhe kjo procedurë do të ndiqet edhe në javët në vazhdim. Spektaklin do të keni mundësi ta ndiqni në transmetimet në televizionet lokale të qyteteve përkatëse, si Gjirokastër, Tepelen, Vlorë, Fier, Lushnjë, Korçë e të tjerë. Ja kaloj fjalën tani koleges sime Ana Lukani, e cila do të na njohë më mirë me këngëtarët. Përshëndetje Lisiana, kam kënaqësinë të ken pra meje këngëtarin e parë për këtë natë, zotin. Përshëndetje juve, Arbën Ibrahimi. Ju vini nga qyteti? Tepelenës. Me sa di unë, ju jeni këngëtari i grupit Ere Tepelenës. Po. Atëherë kënga, titulli i këngës me cilën ju do të prezantoheni është No datë sola. Unë ju uroj suksese, ndjekim performancën e këngën No datë sola. Dhe në odatën sotë dhe moj, vetë nisë nuse, e sa lezetë kishin dhe moj, e të shkreta baluke. Dhe në odatën sotë dhe moj, vetë nisë nuse, e sa lezetë kishin dhe moj, e të shkreta baluke. Dhe në odatën sotë dhe moj, vetë nisë nuse, e sa lezetë kishin dhe moj, e të shkreta baluke. Baluket e tua dhe moj, e sa zdinë të shamia, e mjeri uni, mjeri dhe moj, e vanë mënte mia. E baluket e tua dhe moj, e sa zdinë të shamia, e mjeri uni, mjeri dhe moj, e vanë mënte mia. E ti lishini kush po vjen, e derën ton moj kush e vjen, e një nuse